Agjencia Rajonale e Zhvillimit Berat, e mirënjohur si RDA Berat apo ARZ Berat, është organizatë jo qeveritare, e pavarur, jo fitimprurse, e themeluar që prej vitit 2000. E ardhur si një produkt i projektit të UNDP-s në mbështetje të bizneseve të vogla dhe të mesme në Shqipëri, që prej vitit 1996. RDAB dallohet për një ekspertizë të lartë në ndërmarrjen e iniciativave dhe projekteve të ndryshme të sektorit social-ekonomik, bazuar në nevojat e rajonit, nëpërmjet kryerjes së trajnimeve, workshopeve, përgatitjes së planeve të biznesit të avancuara, mbështetjes së skemave të granteve, studimeve, analizave të tregut apo publikimeve të ndryshme, të cilat janë padyshim në mbështetje të zhvillimit social-ekonomik të rajonit. Tre janë fushat kryesore në të cilën RDAB fokusohet të termat e grupeve të targetuara: trajnimet e të papunëve, bizneseve të vogla dhe të mesme, veçanërisht të rinjve dhe start-up, lehtësime për punësime apo vetpunësime, mbështetja dhe monitorimi i vazhdueshëm i të trajnuarve nëpërmjet orientimit, mentorimit, vlerësimit të trajnuarve në bashkëpunim me gjithë aktorët e interesuar. RDA Berat ka një eksperiencë të gjerë në implementimin, bashkëpunimin dhe mbështetje të ngushtë në projektet e standardit ndërkombëtar, si GIZ, UNDP, USAID, IOM, UNICEF, INSTAT, Horizont 20 e të tjerë, në tre fushat kryesore: bizneset e vogla dhe të mesme, turizëm dhe agrobiznes. Referuar statistikave, RDAB numëron mesatarisht rreth 100 të trajnuar në vit, nga të cilët pothuajse 60% e tyre janë punësuar dhe 35% e tyre janë të vetpunësuar. Misioni kryesor i RDA Berat është të inkurajojë zhvillimin ekonomik dhe sektorin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri, të lehtësojë zhvillimin e shoqërisë civile, si një demokracie fortë lokale dhe promovimi i qeverisjes së mirë, të kontribuojë në zhvillimin e strategjisë kombëtare për punë dhe rritje. Çdo arritje i dedikohet bashkëpunimit të ngushtë me bizneset lokale, pushtetin lokal, organizatat e tjera jo qeveritare, duke rritur indirekt edhe cilësinë e shërbimeve të ofruara në treg. Arritjet tona më të fundit konkretizohen në mbështetjen e bizneseve rajonale, në përgatitje biznes plane dhe skem grantesh, studim tregu si IPARD, COSOLV, EU for Innovation, start-up të ndryshme, sektorin e formimit profesional privat e të tjerë, si dhe implementimin e disa projekteve ndërkombëtare të fushës social-ekonomike, siç janë organizimi i karnavaleve në Berat, trajnimet të përvitshme në fushën e digitalizimit për të rinj të papunë dhe të kthyer nga emigracioni, trajnime në zhvillim personal, në aftësimin për punë e të tjerë, duke sjellë elemente të standardizimit të jetës për futjen në BE të Shqipërisë. Për më shumë informacion, ju lutem, referojuni faqeve tona të mediave sociale, Instagram, Facebook, RDA Berat, si dhe faqes tonë web, rdaberat.com.